Do të ndodhë një masakër, letër kërcënuese në Notre Dame, Parisi në alarm. Një letër anonime me përmbajtje alarmante është zbuluar të premten pasdite në ambientet e katedrales Notre Dame në Paris, duke ngritur shqetësime serioze për një sulm të mundshëm gjatë fundjavës, sipas gazetës Le Parisien. Letra ishte shkruar me makinë shkrimi dhe u gjet pranë vendit ku vendosen qirinjt nga sakristiani i katedrales në të thuaj: mos e hapni katedralen në 11 dhe 12 tetor. Do të ketë vizitorë të huaj, të cilët me ndihmën e vizitorëve të tjerë kam shehur tashmëthika në katedrale ditët e fundit. Ata do të kryen një masakër. Ju lutem, mos e hapni katedralen. Masat e sigurisë u shtuan menjëherë pasi letra u zbulua. Stafi i sigurisë reagoi menjëherë duke njoftuar autoritetet dhe duke kryer një kontroll të detajuar në të gjithë ndërtesën. Edhe pse nuk u ndërmor një evakuim i menjëhershëm, masat e sigurisë u ritën ndjeshëm. Policia është përfshirë në hetime për të identifikuar autorin dhe për të vlerësuar nëse kërcënimi është i vërtetë apo thjesht një alarm fals. Deri më tani nuk është gjetur asnjë armë apo objekt i dyshimt në katedrale. Ngjarja ndodhi në një moment të ndjeshëm për Francën, e cila mbetet në gjendje të lartë gatishmërie për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme për sigurinë kombëtare. Katedralja Notre Dame, një nga simbolet më të njohura të kryeqytetit francez, është shpesh objekt i interesit për grupet ekstremiste, duke bërë situatën edhe më delikate. Autoritetet kanë shtuar masat e sigurisë jo vetëm në Notre Dame, por edhe në shumë zona të tjera të ndjeshme në Paris.